Postimi tjetër thotë kështu: O Allah, ata që presin lajme nga mjeku, bëj ato lajme shëri me gëzim. Lajmet nga mjeku ndonjëherë vinë të gëzueshme dhe ndonjëherë vinë, pikëllueshme edhe dëshprojnë. Pse kjo është kjo lutje, e veçantë këtë rast? Është dikush ndodh që shpesh herë kur është i smund dikush mbaje mend këtë. Ta kisha dhënë kështu këshill, besoj që ti e ban. Me shku ka spitalet, ama me shku natën. Pashallah, në dhimbje më të mëdha njerëz që kanë natën. Atë di në spital. Edhe non stop e pret, të vjen sabaj, të vjen mjeku dhe t'jape, rezultatin e vizita mjekut, me ia dhon rezultatin ose analizën që e ka bu. Edhe unë bëj namaz sabaj që edhe ato që janë në spitale kanë telefona dhe përcjellin se. Unë i bëj postimet namaz sabaj që unë kam menduar që shumë njerëz flen, po shumë njerëz rishin çut. Elhamdulillah ka shku shumë burra që falin namaz sabajt. Edhe kur e presin ato lajmin prej mjekut, në moment mbaj mend. Në moment që çaj nëse dikush është në spital ose dikush që pret që e ka pa, e bani lutje, o Allah, çajo që ato marr që rezultat pash madhërin tonë banë që ti se hajrit, pashallah, Allah i të ndryshon ndoshta edhe në laborator gjakin tan. Po vallahi. E kupton? Çati për çati ndryshon. Atë sa herë kanë ndodhur raste që tu kanë ndryshuar ti analizat. Do të thonë ta tregova pak më herët nga pjesë në familje që i kanë ndryshuar analizat, pse ka dhënë sadaka, ka bëu duan vazhdimsi. Sa edhe Allah e ka bërë i vërgjat. Nuk do të thonë kjo që çdo herë lutja ka më të ndryshuar ti, ama kjo është një shpresë e madhe, armën më të fuqishme i smuti e ka lutjen, e kupton? Se miliarderi ka qenë një rast një miliarder që ka pat miliarda, do të thonë kjo është rast faktik, që dëshmohet lehtë. Ka qenë edhe ka shkuj ka pa punëtorët e vet. Edhe ka pa punëtorët e vet, edhe kur i shep punëtorët e vet ju thotë çu duket jeta mirë, kena një rrokë senanik, ne thot pa le të hajna bukë, edhe ato këtë marrin në hang bukë. Edhe çha njëri punëtor bukë edhe ha me lezet shumë. Ki e ka pat lëshme mjekët vetëm një gjerek dhe një jogurt. Kur të gjos ka mujt, miliardër e dynjos. Thot pasha Allah, në gjysën e pasurisë që kisha dhënë vetëm një herë me hang sigurti. Kënaos me hang. E kupton. Do të thonë, a e kupton sa mirë ti ka dhënë Allah azza wa jall. Për këtë arsye do të thonë, lutja e sabajit është të mujna ta reflektoj. Lutja për rezultat mirë, subhanallahu, po kjo është sidomos mjeku thot rezultatet del në ora 6, ti mo je në çat moment, o Allah, para mëno çfarë i përgjërosh vesh Allahit. Çfarë përgjërimi, çfarë muslimani mirë bën njëri që atë respon. E para më kon, çasi muslimani kur i të bëj gjuna. Do të thonë, ndryshoj çastin sono. Kur i nxor shumë njerëz bën musliman. Ata tregojnë një rast personal. Kurse kam tregu kët. Pse jo? Ishme duke ardhur prej Medinës në Istanbul zhripa me edhe po vina me Turkish Airlines në Shkup. Vallahi s'kam kallzu kërkon. Hajde inshallah. Kam kallzu privat për media kërkon. Edhe u hula, do të thonë isha karikët e para. Edhe në katë mu ishte një ateist. Shqiptar? Jo, Macedon. Okej. E kam perfeksionuar maqedonisën se kam mësuar shqip me drejtë. Po. Edhe po folim atë, edhe po bëjnë dialog fetar. E mohoj ke Zoti se s'mund. Edhe thash a ki dhimbta, por a ki dashuri. Për shembull, çdo njeri ka dashuri për film, po, gosa kam. A e do në grën tonë fëmijët tan po shumë e du. Ku e do sta shoh. A ki dhimbta vallën kraj, po edhe preka, po ti boli, mi boli. Ka ti boli në tegle, do të thonë, ku të dhem nuk e shoh, s'po duhet të përdor termin masonisht për mos u kuptuar se është podcasti juve shqiptar. Po. Edhe e preki po më dhem. Ku të dhem? S'po e shoh, më vjen ke çfarë keni këto forma mekanizma sem. Edhe pasha Allahun, aeroplani zhdrip në Shkup. Në moment që zhdrip Shkup, suna të rënë drejt edhe çohet te nalt. Vallahi, o gospode moj. Tankonja kam boja beke o zot jem. Ku o zoti jot, s'po zotin tan. Zoti jot. Në vështirësi, këtë lip e gjejnë zotin. Këtë edhe ateisti më i madh në vështirësi e gjejnë zotin. Po enta ta gjej zotin kur i jeni kët komocionin tan, edhe i tu po haram edhe mi thon, rahatin të madhe ti thuaj Allahut. O Allah jam i kënaqur që ti më ki përzgjedh mua dhe ma ke dhënë Islamin. Në kësi situata së në lip me gjithë në Allah. Por shembull smuje shpesher e gjejmë, po kjo nuk është për të dëshpëruar ato. Ti ndoshta i smut sot nesër shnosh, mos e harro Allahin kur ke qenë vështirësi. Se ka edhe të smut që nuk e njohin Zotin. Po shumë. Që nuk e njohin Zotin, definitivisht. Janë spitale edhe mas shumë ti mëdhimën ata të cilat nuk e njohin Zotin, se ne që e njohim Zotin, për shembull ti e një Zotin, son edhe mos mu, shkon te Allah, kujt e shoh te Zoti, jo që i dash mas shumë ti, ai që se një Zotin. Allah ju udhëzon çdo njërin që ka pak sinqeritet në zemrën e vet. Amin.